الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Falënderimet e shumta I takojnë vetëm Zotit Xhelle Xhelalu. Atë falenderojmë për çdo mirësi që I ka dhënë njerëzve. Paqja dhe begatia e tij dhe lavdatat e tij qofshin mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Allahu Xhelle Xhelalu në Kur'anin Kerim na tregon se rruga më e mirë është rruga e Zotit dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të shëmtuara në fenë Allahut janë shpikjet që në humbje dhe humbja që në zjarë. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, feja jonë madhështore është lidhur ngushtë me realitetin ku ai jeton. Islami merr përsipër të udhëheq njerëzimin. Islami merr përsipër ta mësojë njerëzimin. Islami merr përsipër të trajtojë problemet e njerëzve, Islami merr përsipër t'u japë atyre zgjidhje. Islami merr përsipër për të shuar çdo lloj mospajtimesh ndaj njerëzve, Islami merr përsipër të shërojë dhe të kurojë problematika të cilat njerëzit pretendojnë se nuk kanë zgjidhje apo gjejnë zgjidhjet e ngurta, zgjidhje që janë për një grup apo kategori njerëzish dhe jo për gjithë njerëzimin. Dhe kështu është edhe filozofia materialiste, pra materializmi I cili përpiqet dhe reflektohet në jetën e njerëzve duke I kufizuar njerëzimin vetëm në botë kuptimin e masave, apo në botë kuptimin e sasisë, apo në botë kuptimin e asaj që e shohim dhe e prekim përtej vlerave shpirtërore, duke harruar që njeriu është I përbërë prej trupit dhe shpirtit, prej ndjenjave, moralit, dëshirës, dashurisë, urrejtjes. Pra materializmi nuk I merr përsipër këto gjëra, por gjithmonë përpiqet që t'i japi njerëzve zgjidhje të shkurtra mbaz të çdo lloj kategorie njerëzve. Dhe faktikisht zgjidhja nuk është t'u japësh njerëzve atë që duan gjithmonë, apo çfarë shohin ata të dobishme, por çfarë e shef Zoti të dobishme për njerëzimin, që njerëzimi të ecë në rrugën e dur. Prandaj dhe në epokën moderne materializmi ndikoi fuqishëm në filozofinë e jetës njerëzve, në aspektin politik, në aspektin ekonomik, në aspektin moral, në aspektin shoqëror, duke rrënuar njeriu nga të gjitha krahët. Prandaj kjo ligjëratë sotme ka për qëllim të japi kontrastin mes tyre dy paradigmave të mëdha, materializmit dhe monoteizmit, islamit dhe besimit, I cili e shëron njeriu nga të gjitha aspektet e jetës. Dhe kemi zgjedhur ajete kuranore, hadithet profetit alayhi salatu wassalam, fjalët e sahabëve, fjalët e dietarëve tan klasik dhe pse jo psikologëve dhe filozofëve modern. Pra parimet themelore të materializmit janë realiteti I tyre përbëhet ose ndërtohet me idenë që përbëhet vetëm nga materia dhe energjia. Shpirti pra pa vlerë, bota e padukshme dhe krijimi I norm mohohen. Pra realiteti I tyre është se morali është relativ dhe jo objektiv, se jeta nuk ka qëllim të brendshme, se tjetra lumturia rrihet përmes pronës, fuqisë dhe kënaqësisë dhe jo për vlerat që duhet I ketë njeriu faktikisht. Këtë na përshkruan Zoti në Kur'anin Kerim, këto nuk janë gjëra të reja, por thjesht vinë në forma të ndryshme se si ti devijojnë njerëzit të shplajnë mendjet dhe zemrat e tyre, pra nga drita e besimit tek drita e mohimit.
A nuk thot Zoti në Kur'anin Kerim, ya'lamuna dhahira min al-hayati ad-dunya wa hum anil akhirati humul ghafilun. Pra ata nuk din tjetër përveç se jetës së kësaj bote. Kurse për botën tjetër janë krejtësisht të pa kujdesshëm dhe të pa interesuar. Shohim, prekim, ham, pim, përjetojmë, mjafton. Sikur të ishte vërtet jeta kështu, do të ishte mirë, por fatikisht nuk është kështu. Sepse Allahu Azza wa Jall e krijoi mirëqenien për njerëzit për të patur dobinë në këtë dynja, por duke i dhënë atyre një balancë që për çdo vepër, apo sjellje, apo fjalë që thoni, apo zgjedhje që bëni, do të përgjigjeni para Allahut ditën e Kiametit. Prandaj në ajetin tjetër Allahu thotë në Kur'anin Kerim: "Wa mal hayatu ad-dunya illa la'ibu wa lahwun wa lad-daru al-akhiratu khayrun lil ladhina yattaqun afala taqilun." Prandaj Allahu jep përgjigje kësaj ideje, të cilat ata thonë që ç'a shohim dhe ç'a prekim është më e bukur dhe më e mira. Pra jeta e kësaj bote, thot Allahu, nuk është tjetër vetëm se lojë dhe argëtim, kurse shtëpia e botës tjetër, ahireti, është më e mira nëse jeni që vërtet logjikoni dhe arsyetoni, thot Zoti në Kur'anin Kerim. Në ajetin tjetër jep përgjigje mendje letëve dhe të shpërqendruarve në jetën e tyre. A yahsabu al-insanu an yutraka suda? A mendon njeriu se do të lihet i papërgjegjshëm, nuk do të merret në llogari, të shfrytëzoj kohën, të bëj çfarë doj dhe nuk do të japi llogari përpara Zotit? Do t'i lutesh e motrave ditën e xhuma kur flet imami, është rrepsisht ndaluar të flasësh, të bien sevapet. Është bërë zakon i keq kjo. Tjetra, vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya." Dhe nuk është kjo gjë vetëm se jeta e kësaj bote, lindim dhe vdesim. "Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Shikoni ateizmët çfarë thotë sot. Ta përmendon Zoti 1446 vjet përpara. Dhe neve nuk na shkatron vetëm se koha. Pra jetojmë 50, 60, 70, 80 vjeç dhe vdesim. "Wa ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yadhunnun." Mirë po ata, thot Allahu Azza wa Jall, nuk kanë dituri për këtë, vetëm se hamendsojnë. Pra, ky është përshkrim në këtë surë, në ajetin e surës Gjathie, përshkrim perfekt i materializmit modern. Mbi këtë është ndërtuar e gjithë epoka moderne, duke i zhveshur njerëzit nga besimi, si thonë ata, nga kthetrat e besimit, dhe kur u themi për besimin, na tregoni për kë besim flisni. Mos e ngatroni filozofin e mesjetës kishtare, e cila i ndalonte njerëzit për çdo gjë. E quante blasfemi fetare. Ju lutem, ne po flasim për monoteizmin islam, i cili është racional, i cili ka balanca mes jetës dynjas dhe ahiretit, mes shpirtit dhe trupit. Prandaj pejgamberi sa selam për këto hadithe, për këto fjalë, çfarë thot? "Ad-dunya sijnul mu'min." Dynjaja është burgu për besimtarin. Dynjaja është burg për besimtarin, wa jannatun lil kufar, dhe xhenet për jo besimtarin. Pse e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë fjalë? Sepse njeriu që ecë me parime dhe rregulla, jo çdo gjë e ka të lejuar, po ka shumë gjëra të ndaluara, por ka edhe shumë të tjera të lejuara. Kurse materializmi çdo gjë e ka të lejuar, dhe çfarë shohin ata të lejuar është e lejuar për çdo gjë. Pra janë ata vetë që gjykojnë mbi ligjet e Zotit dhe fjalët e profetëve. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e Tirmidhiut, mos u bëni robër dynjas. Në hadithin tjetër thot pejgamberi alayhi salatu wasallam tek Buhariu, po t'i jepet birit Ademit një lugin me ar, do të dëshiroj të ketë një të dytë. Dhe ky është realiteti i natyrës njerëzore. Nëse njeriu e lëshon shpirtin e tij të rrjedhë nga dëshirat dhe nga ego dhe t'i pasojë atë, do të degradojë, do dalë gjatë gjithë në jashtë normave edhe etikës islame. Çfarë thot Imam Ibn Hazmi rahimahullahu taala? Mojimi i ahiretit është rrënja e çdo padrejtësie. Thot Imam Ebu Hamid al-Ghazali rahimahullahu taala, lidhja vetëm me materien shkatërron shpirtin. Thot Ibn Taymija rahimahullahu taala, kufizimi i realitetit vetëm tek e dukshmja është verbëri e zemrës. Kurse Erik Fromm, një nga psikologët e njohur perëndimor, thot materializmi prodhon individ të zbrazët, pa iman, pa shpirt, pa ndjenja. Prandaj neve duhet të jemi të kujdesshëm, vëllezër, kur i japim madhëri diçkaje,
përkundrejt fjalës së Allahut dhe mënyrës jetesës se si donë Allahu dhe pejgamberi që ne ecim. Carl Jung thot, kriza shpirtërore është në rrënjë të fuqishme, është rrënja më e fuqishme e sëmundjeve psikike. Pra, sot kemi njerëz që kanë miliarda, triliona, e megjithatë nuk janë të lumtur. Kanë nga 10 psikologë rreth vetes. Pini ilaçet më të mira, frekuentojnë spitalet më të shtrenjta në botë. E megjithatë nuk kanë rehati. Çka do të thotë që nuk qeka dynjaja apo materializmi apo paraja ajo e cila ti shëron ka të gjitha plagët. Ndoshta të shëron plagët e dynjas, por nuk shëron ka plagët e zemrës. Nuk të jep ka rehati, nuk të jep ka qetësi, nuk të jep ka të flesh rehat natën. Ju kam thënë këtë në shembull e një miliarderi të Emirateve Arabe që shikonte punëtorin e tij që flinte ke rrënjët e palmës rehat, punëtori thjesht bujk. Thoshte, Zot, sikur ta kisha unë qetësinë atij njeriu. Pra, shumë mjek dhe shumë ilaçe nuk e vinin gjumat njeri. Edhe pse ishte njeriu mirë. Çka tregon e vëllezër dhe motra që besimi është ai ilaçi për shpirtin dhe trupin dhe jetën e njerëzve dhe jo dynjaja. Prandaj Islami i përket një botë kuptimi të qartë. Njeriu është krijuar që të adhurojë Allahun Azza wa Jall, të jetojë me moral, të ketë përgjegjësi për jetën, për dynjan dhe ahiretin dhe për vendimet që merr. Pra Allahu këtë na e bën të pikën disa pika të qarta. Qëllimi i krijimit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dhe nuk e kam krijuar më kot xhinët dhe njerëzit vetëm që ata adhurojnë Allahun. E bën këtë nëpërmjet llogarisë, pra vetdia llogarisë. Prandaj thot Zoti, wa kullu nafsin dha'iqatil maut wa kullu nafsin bima kasabat rahina. Çdo shpirt do ta shijojë, do ta përjetojë vdekjen dhe çdo shpirt do të jetë peng i veprës së tij. E bën këtë duke treguar vlerat e njeriu. Walaqad karramna bani Adam, ne e nderuam, e ngritëm lart në një pozitë lart birin e Ademit. Në ajetin tjetër e bën këtë nëpërmjet shkurimit të smundjeve të zemrës. O man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, dhe kush i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Në ajetin tjetër, alaysa Allahu bikafin abde, a nuk i mjafton Zoti robit të tij, pra e lidh njeriu me Zotin subhanahu wa taala. Dhe jo me mjetet, apo sjelljet, apo dëshirat dhe pasionet që e çojnë njeriu larg besimit të Allahut Azza wa Jall. E çka thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ëmbëlsia e imanit, pra hadithi Buhariut, është tek gjërat që i pëlqen Zoti Allahu. Në hadithin tjetër, besimtari i fortë është ai që mbështetet tek Zoti, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Në hadithin tjetër, kush beson Allah dhe ditën e gjykimit, le të heshë ose të flasë mirë. Pra janë si ajete dhe hadithe që e lidhin njeriu me Zotin dhe jo me njerëzit. Imam Aliu rahimahullahu taala, sahabi i nderuar, thot besimi është qetësia e zemrës. Kurse Abdullah ibn Mesudi thot drita e zemrës është njohja e Allahut. Prandaj Ibn Qayyim në librin e tij thot imani është jeta e zemrës. Kurse një prej psikologëve më të njohur bashkëkohor, Viktor Frankl, thot kuptimi shpirtëror është themeli i jetëgjatësisë psikologjike. Prandaj lutim Allahun Azza wa Jall që njerëzit kuptojnë mesazhin e besimit. Feja e Zotit nuk ka ardhur vëllezër dhe motra që neve të na ndalojë ta shijojmë jetën, por të vëmë disa balanca ta shijosh jetën me normat dhe etikave që ka vënë Allahu dhe pejgamberi alayhis. Nuk na ka ndaluar nga pasuria, nuk na ka ndaluar nga shijimi i dynjas, nuk na ka ndaluar nga familja, nuk na ka ndaluar nga fëmijët, nuk na ka ndaluar nga ajri që e thithim, nga shijimi i kësaj bote dhe natyrës që jetojmë. Por të jemi të kujdesshëm në mënyrën dhe formën se si zgjedhim të jetojmë. Prandaj pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam ishte njeriu dhe shembulli më i mirë i njerëzimit. Elusim Allahun Azza wa Jall bëj për atyre njerëzve që i friksohen Allahut Azza wa Jall dhe atë që ndrushën fenë e tij. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خير الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall, paqja lavdërimi i tij qofmi më të mirin e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Por çfarë pasojash sjell materializmi i vëllezër? Përqendrimi ke dynjaja dhe jeta e kësaj bote. Materializmi, siç thonë shkencëtarët dhe kësaj fushë, prodhon moral relativ me lakmi të pakontrolluar, me konsum të tepruar, me vlerësim të pasurisë mbi karakterin, me kriza morale dhe sociale, me njerëz që prodhon individualizëm dhe egoizëm. E çfarë thot Zoti subhanahu wa taala për këto gjëra?
O men arata an dhikri, dhe kush i largohet për kujtimin ti do të ketë një jetë vështirë. Dhe ata që harruan Allahun azza wa jall dhe Allahu do t'i harrojë ata ditën e Kiametit. Dhe sa breza thot Zoti në Kur'anin Kerim ne i shkatruar për shkak të zullumit tyre. Kurse pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, etja për pasuri dhe famë është më shkatruese se sa dy uqër që e shpartallojnë e çajnë tufën e deleve. Pra, na tregoni dërguari Allahut alayhi salatu wasalam ilaçin që nuk mbaron lakmia për dynjan, si as i pari as i fundit, nuk janë nxjerrin dot fundin kësaj dynjaje neve. Prandaj në hadithin tjetër ka thënë kur të humbet amaneti pritje Kiametin. Kurse Umeri radiallahu ta'ala nuk ka thënë dynjaja u shkatron zemrat njerëzve. Aliu radiallahu anhu thot dynjaja thot i mashtroi ata që ishin para jush. Kurse Ibn Kathiri thot shpallja, pra Islami është mburoja e zemrave të njerëzve. Kurse Gazaliu thot shoqëria pa fe është si trupi pa shpirt. Kurse një prej filozofëve dhe psikologëve gjerman Bauman i thot moderniteti i lëngshëm shkëput njeriu nga njëri tjetri. Kurse Christopher Lanci thot materializmi prodhon narcizëm shoqëror, pra vëllezër dhe motra shkatron njëra për gjithmonë individin dhe shoqërinë. Çfarë pasojë sjellin pasojët individuale si individ kjo lloj feje e re, pra materializmi dhe modernizmi? Pra boshllëkun shpirtëror, identitet të lëkundur, ankth dhe depresion, sjellje të shkatruese, mungesë kuptimi dhe drejtimi, egoizëm dhe individualizëm tepërt, atëherë çfarë zgjidhje i jep Allahu azza wa jall këtyre njerëzve që kanë zgjedhur çfarë të largohen nga rruga e Zotit? Thot Allahu azza wa jall, dhe kush i largohet për kujtimin tim, ai do të ketë vështirë, do jetë vështirë. Në ajetin tjetër thot Allahu azza wa jall, fi qulubi marad, në zemrat e tyre ka sëmundje. Prandaj vëllezër, ata janë të shqetësuar, ata kanë ankth, ata kanë probleme, ata nuk gjejnë rehati, ata nuk kanë qetësi, ata nuk kanë dashuri, brenda e tyre kanë sëmundje, zemrat e tyre janë të smura. Prandaj thot Allahu azza wa jall, wala yaghurrannakum hayatud dunya, dhe mos ju mashtroj juve njerëz jeta e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Buhariut thot, nuk pasurohet njeriu me pasuri, por me qetësinë e shpirtit, bujaria e zemrës. Prandaj në hadithin tjetër thot, nuk ka turp, pra nuk ka një cop mishi që gjendet në trupin e njeriu, pra nëse e shërohet i gjithë trupi, nëse e prishet i gjithë trupi, dhe jo zemra. Prandaj Umeri radiallahu anhu ka një fjaltar të zemra lidhet me dynjan, braktiset nga Allahu. Ajo zemër pra që lidhet me dynjan, braktiset nga Allahu azza wa jall. Shikoni se sa bukur flet Imam Shafiu përkundër filozofëve dhe mendimtarëve tan bashkëkohor materialist. Kush, thot Imam Shafiu, nuk ka jetë shpirtërore, lodhet edhe në rehati. Si pasanikët e kësaj kohe, si miliarderët e kësaj kohe, si këngëtarët e kësaj kohe, si aktorët më të famshëm të Hollywoodit kësaj kohe, që nuk ka njëri prej tyre mos ketë rreth vetes këshilltar, ndihmtar, mjek, psikolog, sociolog, si të dalin nga kriza e tij shpirtërore. Nuk ka ilaç që t'i shërojë këta vëllezër dhe motra. Këta nuk kanë besimin, këta nuk kanë rehatin, këta nuk kanë lidhur me Zotin, u lidhen me gjithë dynjan, por nuk u lidhen me Zotin subhanahu wa taala. Prandaj fjala e Zotit erdhi si përgjigje ndaj tyre, dhe kush pra i largohet për kujtimin tim, lidhjes me Allahun, ai do të ketë një jetë vështirë. Imam Ghazaliu rahimahullahu taala Ibn Qayyim thot, kënaqësia materiale nuk e shëron shpirtin. Ibn Hazmi thot, mohimi i botës tjetër është rrënja e çdo padrejtësie. Ghazaliu thot, njeriu që lidhet vetëm me materien shkatëron të vërtetën e shpirtit të tij. Ibn Taymija rahimahullahu taala thot, kush kufizon realitetin vetëm me të dukshmen, pra vetëm me dynjan, ka mohuar mendjen që është dhënë për të kuptuar atë që quhet e padukshmja, besimin tek Zoti subhanahu wa taala. Martin Seligman i thot, materializmi rrit depresionin, kurse Abraham Maslow i thot, transcendenca është nevojë themeltare, pra duhet që njerëzit ta besojnë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj çfarë avantazhesh ka besimi në Allahun azza wa jall kundrejt materializmit? I jep njeriu qetësi shpirtërore, moral objektiv, dinjitet dhe identitet të qëndrueshëm, pra e bën njeriu me karakter dhe të vazhdueshëm dhe qëndrueshëm, përgjegjësi individuale, drejtësi sociale. Kjo është feja jonë vëllezër dhe motra. Prandaj dhe Zoti thot në Kur'anin Kerim, "Wa man nasru illa billah", dhe nuk vjen ndihma vetëm se prej Allahut azza wa jall. Në ajetin tjetër thotë, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh", dhe kush i mbështetet Allahut, Allahu ndihmon, i mjafton atij. Dhe ne do të japim besimtarëve jetë të butë dhe të mirë në këtë dynja. Prandaj pejgamberi thot, besimtari është si palma, gjithmonë jep fryte.
Feja është këshill, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ibn Mesudi thot qetësia është në bindje ndaj Zotit subhanahu wa taala. Uthmani radhiyallahu taala thot vlera e njeriu është sa vlera e lidhjes tij me Zotin. Ai sa të madhe dhe të fortë ke lidhen me Allahun azza wa jall, ai që dhe do të jesh i fortë në jetën tënde të përditshme. Prandaj Imam Ahmedi rahimullahu taala thot besimi e rregullon njeriu nga brenda. Kurse Ghazaliu thot monoteizmi, tauhidi e çliron njeriu nga adhurimi çdo gjë tjetër veç Allahut azza wa jall. Prandaj dhe muslimani është karakteri i fortë. Muslimani është shtrim, muslimani është guximtar, muslimani nuk përulet, nuk dorëzohet, nuk i friksohet se dynjaja, nuk i friksohet rrezikut njerëzve. I friksohet vetëm Allahut azza wa jall, i cili ka në dorë çdo gjë. Prandaj psikologu i njohur bashkëkohor Viktor Frankl thot, vetëm kuptimi i lartë shpirtëror e shpëton njeriu nga boshllëku që ka brenda. Si përfundim themi vëllezër dhe motra, filozofia materialiste me gjithë zhvillimet e saj shkencore dhe teknologjike solli kriza morale, shoqërore dhe shpirtërore. Dhe nga ana tjetër monoteizmi islam ju ofron njeriu kuptimin, stabilitetin moral, qetësi, drejtësi dhe dinjitet dhe njerëz që nuk i përkulen askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe do ta mbyllim me fjalën e bukur të Alija Izetbegovićit, muslimanit, mendimtarit dhe dietarit bosnjak dhe presidentit Bosnjës, pra i cili thot materializmi ndërton makina, kurse feja ndërton njerëz. Pejgamberi alayhi salatu wasalam për të kuptuar vlerën e kësaj dynjas na ka thënë, vlera e dynjas ndaj ahiretit është sa një pikë uji që hidhet në det. Ja, pra kjo është dynjaja. Ti lind në këtë bunja, lodhesh, raskapitesh, torturohesh, krijon punë, biznese, familje, dhe fund fare merr me vete atë pikën e ujit që finin dhe dheun dhe njerëzit braktisin. Nuk merr as pasurinë, as famën, as fëmijët, as pushtetin, as njerëzit që të rrethojnë, as kush dhe as gjë. Për çfarë punove? Për të mbushur barkun dhe trupin me dhe. Elusim Allahun azza wa jall na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na udhëzojnë fenë e tij. Elusim Allahun na bëj qëndrueshëm në tauhidin e tij. Elusim Allahun na bëj atyre që ndjekin sunetin e pejgamberit të tij. Elusim Allahun na përfshin rahmetin e tij. Elusim Allahun mos na bëj të mbështetemi tek vetët tona, por tek mëshira e tij. Elusim Allahun azza wa jall që të na mbuloj tmetat dhe gjunat tona. Elusim Allahun që mos na teprojë Allahun dynja dhe në ahiret. Elusim Allahun na furnizojë dhe na bëj pavarur nga njerëzit. O Zot, furnizojë vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen dhe bëj ata të pavarur nga njerëzit. O Zot, furnizojë vëllezërit dhe motrat tona dhe bëj ata të pavarur nga njerëzit. O Zot, ruaj dhe vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj ata vëllezër Rabbul Alamin. O Zot, ndihmoj ata e Rabbul Alamin. O Zot, largoj provën atyre dhe gjithë ku ndodhen muslimanët ku ndodhen botë. O Zot, na ruaj nga sherrxhin dhe kriminalët dhe gjakatarët që duan luftën me njerëzimin. O Allah, na mbroj nga sherrri i tyre. O Allah, na mbroj nga sherrri i tyre. O Zot, zbrit ushtritë tua kundër atyre që shkatrojnë njerëzimin. O Allah, na ruaj nga e keqja e tyre. O Allah, na ruaj qytetin ton, popullin ton, vendin ton dhe gjithë vendet muslimanëve kudo që ndodhen nga e keqja e tyre që nuk e duan jetën e paqen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.